Mirë mbrëma të gjithëve. Komisioni për Buxhet u dha dritën e gjelbër 3 marrëveshjeve të rëndësishme kreditore që pritet të ndikojnë në sektorin e energjisë dhe në përmirësimin e kontrollit kufitar përmes blerjes së skanerëve. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se marrëveshja me Agjencinë Franceze për Zhvillim do të përshpejtojë tranzicionin drejt energjisë së gjelbër në përputhje me politikat e BE-s. Mbështetje mori edhe një marrëveshje tjetër që synon rritjen e cilësisë së operimeve në tregtinë e mallrave dhe infrastrukturën përkatëse. Ministri i Financave Hekuran Murati para deputetëve antar të Komisionit për Buxhet i dha detajet e 4 marrëveshjeve ndërkombëtare. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës, u tha se është mundësi për forcim të stabilitetit financiar në vend. Megjithatë, antarët e Partisë Demokratike dhanë argumentet e tyre kundër ratifikimit të saj në Kuvend. Shuma totale e marrëveshjes është 49.3 milion euro, ndërkaq periudha e kthimit për 35 milion euro, pra për komponentën A është 5 vite grace periud dhe 25 vite kthim, ndërkaq për komponentën B është 14 milion euro dhe 5 vite grace periud dhe 5 vite tjera kthim. Ne mendojmë që nuk ka nevojë Kosova ta merr një borxh tillë, një kredi për një asistencë teknike, në cilën ne jemi të bindur që kjo mund të mbulohet nga vetë jo, domethënë nga ministria, për shkak se buxheti i Republikës Kosovës e mundson një gjatë tillë. Sqarime kërkuan edhe antarë të tjerë të komisionit. Çka dallon edhe në mision, po edhe në detyra kjo banka zhvillimore që planifikon i themeloni krahas Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Ka të bëjë me rritjen e qasjes në financim për sektorin privat, për bizneset e vogla të mesme, për këtë rast edhe të mëdha. Ndërkaq me bankën zhvillimore, dallimi do të jetë që banka zhvillimore do të mundsoj edhe ofrimin e likuiditetit shtesë. Kush është për? Me 6 vota për, 2 kundër, një abstenim, marrëveshja kaloi për ratifikim në Kuvend. Me 9 vota për u mbështet projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për programin e kredisë e bazuar në politika. Me vota unanime u dha mbështetje edhe projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë me KfW Frankfurt për programin e kredisë e bazuar në politika në sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën, në vlerë prej 80 milion eurove që synon të vazhdojë reformat në sektorin e energjisë. Mbështetje mori edhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë që përfshin lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0, e cila synon të arrisë cilësinë e operimeve sa i përket tregtisë së mallrave dhe infrastrukturës përkatëse. Falenderoj gjithëve për kontributin dhe konsideroj të mbyllur këtë mbledhje. Faleminderit. Kosova vazhdon të mbetet pa një emër konsensual për postin e presidentit, teksa afatet kushtetuese po rrjedhin përpjekjet politike janë përqendruar në arritjen e një marrëveshjeje mes partive. Vetëvendosje pret propozime nga opozita, ndërsa kjo e fundit këmbgul se nuk ka emër pa marrëveshje politike. Mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon më 4 prill, ndërsa Kuvendi ka afat deri më 28 prill për ta zgjedhur pasuesin e saj. Me spritjeve nga partia në pushtet që partitë opozitare ta propozojnë një kandidat për president dhe vetë opozitës që po shpërfaq kritika për lëvizjen vetëvendosje, siç thonë për qasjen e pavend ndaj procesit të zgjedhjes së kreut të ri të shtetit, po vazhdon të rrjedh 34 ditëshi i vendosur si afat nga kushtetuesja për përmbyllje të këtij procesi ose quarje së vendit me automatizëm në zgjedhje të reja pas 45 ditëve. Në vetëvendosje thanë se është çështje që i takon kryeministrit se kur do t'i dërgojë ftesat e radhës për takime me liderët opozitar në lidhje me këtë çështje. Besoj që shumë shpejt do të ketë edhe takime dhe zhvillime sa i përket kësaj çështje. Në Partinë Demokratike thanë se nuk kanë ndërmend ta propozojnë asnjë emër, duke shtuar se për këtë çështje kërkohet marrëveshje. Ai që duhet me inicu këto takime është partia në pushtet dhe kryeministri aktual, i cili deri këto momente nuk e ka bërë. E në lidhjen demokratike thanë se kjo është çështje mes kryetarëve të partive politike. Edhe në Aleanci thanë RTK se lëvizja vetëvendosje e ka të qartë se pa konsensus nuk mund të arrihet zgjedhja e presidentit, megjithatë thonë se nuk po ndërmerren hapa që çojnë drejt kësaj zgjidhjeje.
Pa një konsenzus dhe një marrëveshje politike nuk mundet me u zgjedh presidenti. Tash e ka kuptuar se gjithë do të shkojmë zgjedhje në rast të tillë. Me aktgjykimin e shpallur nga kushtetuesja u përcaktua afati prej 34 ditëve për zgjedhjen e presidentit, konkretisht deri më 28 prill. Nëse ky proces nuk përmbyllet deri më këtë datë, vendi automatikisht shkon në zgjedhje, tha kushtetuesja. Komisioni Ministrisë Industrisë dhe Tregtisë së bashku me Inspektoratin e Tregut ka tërhequr disa njësor elektrik të konsumatorëve që shfaqin mospërputhje me kohën. Njësorët janë dërguar për verifikim në Agjencinë e Meteorologjisë, ndërsa KED siguron se pajisjet e tjera janë në përputhje me standardet europiane dhe do ta kompensojë çdo keqlloggaritje të mundshme. Ndërsa LDK-ja ka paralajmëruar se do t'i drejtohet prokurorisë për hetim ndaj KED-sit. Njësoret elektrik të konsumatorëve të cilët u ankuan për keqlloggaritje filluan të zhvendosen sot. Aksioni që nisi në lagjen Lakrishte të Prishtinës udhëhiqej nga komisioni i posaçëm i themeluar nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë për trajtimin e ankesave të qytetarëve në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të Tregut dhe KED-sin. Njësoret e zhvendosur do të dërgohen për verifikim në Agjencinë e Meteorologjisë, të cilët për 24 orë kanë pranuar rreth 70 ankesa të qytetarëve. Njësor të të vinë në Agjencinë e Meteorologjisë të Kosovës, komisioni i cili ka qenë prezent gjatë tërheqjes së njësorëve, ai do ta bën verifikimin e matjes së energjisë elektrike, domethënë a janë të saktë në matjen e energjisë elektrike, mandej gjatë procesit të matjes së energjisë elektrike mund të identifikohet domethënë koha edhe ora edhe data përputhur me kohën reale të tarifave që dyshohet në devijime. Ndërsa zyrtarët e KED-sit nënvizuan se njësoret elektrike vazhdimisht janë ndërruar sa herë që është vërtetuar se ka keqlloggaritje dhe se prej tyre 20% janë njësor inteligjent. Këta njësor të vendosur në shtylla janë njësor inteligjent dhe në njësorët inteligjent devijimet të kohës janë të pamundura për shkak se sinkronizohen nga sistemi automatik i qendrës AMR dhe kjo gjë edhe mund të vërtetohet. Periudha kohore ka filluar më vonë dhe ka vazhduar më vonë, që është diçka që verifikohet, në qoftë se është dëmtuar, do të kompenzohet deri në centin e fundit. Për dyshimin mbi keqlloggaritjen e njësorëve elektrik ka reaguar edhe Lidhja Demokratike. Në një konferencë ata thanë se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe KED është dashur me herët që t'i trajtojnë ankesat e qytetarëve. LDK-u ka bërthirrje organeve kompetente që t'i hetojnë KED-sin dhe Ministrinë e Tregtisë, që sipas tyre njësoret elektrik janë tërhequr me pretendimin që janë raste të izoluara, pa pasur një hetim të plotë nga organet e hetuesisë. Zyrtar nga kjo parti kanë thënë se për këtë dyshim do të kërkojnë hetim nga prokuroria. Korporata energjetike ka njoftuar për nënshkrimin e kontratës për realizimin e projektit trajtimi i ujrave shkarkuese nga termocentrali Kosova B me vlerë rreth 12 milion euro. Projekti parashet ndërtimin e 5 impianteve moderne që do ta mundsojnë trajtimin e të gjitha ujrave shkarkuese në mënyrë të kontrolluar dhe sipas standardeve bashkëkohore, duke përdorur kështu teknologji të avancuara. Nënshkrimi i kontratës u bë me Bashkimin Evropian dhe Zyrën e Kombeve të Bashkuara. Ky investim është pjesë e planit zhvillimor të Kekut për periudhën 2025-2027, që përfshin projekte mbi 500 milion euro me fokus në modernizim, mbrojtje të mjedisit dhe zhvillim të energjisë së ripërtritshme, thuhet në njoftimin e Korporatës Energjetike të Kosovës. Ndrojmë temë, në 17 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, presidenti Bajram Begaj ka nënvizuar se kjo është arritje historike që ka forcuar sigurinë, sovranitetin dhe rolin e vendit në Aleancën Euroatlantike. Begaj ka shtuar se NATO si aleancë e vlerave demokratike është garanti paqes, sigurisë dhe mbrojtjes kolektive në hapësirën euroatlantike dhe se Shqipëria ka qenë një aleate e denjë duke kontribuar aktivisht në misionet dhe operacionet e saj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka lëshuar një alarm sigurie duke paralajmëruar se grupet e lidhura me Iranin mund synojnë subjekte të lidhura me SBA ose element opozitës iraniane në Shqipëri.
Sipas njoftimit, këto grupe mund të synojnë edhe vendet publike dhe të zakonshme, përfshirë vendet turistike, qendra tregtare, hotelet, klubet dhe restorantet. Në një komunikat për media, ambasada u bën thirrje qytetarëve amerikanë të rrisin vigjilencën, të monitorojnë mediat lokale për informacione të reja dhe të jenë të kujdesshëm me mjedisin për rreth tyre. Presidentja Vjosa Osmani ka dekoruar futbollistët e kombëtarës së Kosovës me nderin më të lartë të Republikës. Ajo tha se kombëtarja është shembull i suksesit ku talenti dhe puna shndrohen në arritje konkrete, duke theksuar se përmes paraqitjeve të tyre futbollistët kanë ngritur lart flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka drejtuar një letër presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, përmes së cilës ka shprehur mirënjohje dhe mbështetje për kombëtarën e Kosovës dhe stafin e saj teknik pas rrugtimit të jashtëzakonshëm në fushatën kualifikuese për Kupën e Botës 2026. Kurti u ka kërkuar të qëndrojnë fort rrugtimit drejt kampionatit evropian. Po sot u bë e ditur se Kosova ka shënuar ngritjen në renditjen më të re të FIFA-s, duke fituar një pozicion pas ndeshjeve të fundit kualifikuese për Kupën e Botës 2026. Dardanët tashmë renditen në vendin e 78 në botë. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka dekoruar përfaqësuesën e Kosovës me medaljen e meritave, në shenjë vlerësimi për arritjet dhe kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Ky vlerësim vjen pas paraqitjeve të shkëlqyera të ekipit, duke nderuar përkushtimin, sakrificën dhe përfaqësimin dinjitos të shtetit në arenën ndërkombëtare. Kombëtarja jonë në futboll është shembulli më i mirë se si talenti, puna dhe besimi pa lëkundur mund të shndrohen në histori suksesi dhe në burim frymëzimi për secilin qytetar të Kosovës. Përmes paraqitjeve të tyre, futbollistët tonë kanë ngritur lart flamurin e Republikës së Kosovës, duke arritur suksese të rëndësishme edhe me pjesëmarrjen në fazën finale të kualifikimeve për kampionatin botror 2026. Nga ana tjetër, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka falenderuar presidenten për këtë vlerësim dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndaj futbollit kosovar. Dhe si futbolli jemi shumë të lumtur që kemi pas një bashkëpunim. Kas të mirë dhe kas të afërt në presidentët tonë, e cila na ka gjetë gjithherë, na kanë ndihmuar shumë me dekretet për futbollistët dhe me prezencën e saj çdo herë, në çdo kohë, edhe kur kemi qenë mirë dhe kur kemi qenë keq. Ky moment simbolizon unitetin dhe mbështetjen institucionale për sportin në Kosovë, duke dëshmuar se suksesi i përfaqësuesës mbetet një vlerë e përbashkët dhe një motiv i fuqishëm për të ardhmen. Në Prishtinë është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet transmetuesit publik të Kosovës dhe transmetuesit publik të Bosnjë dhe Hercegovinës. Marrëveshja u nënshkrua nga ushtruesi i detyrës së drejtorit përgjithshëm të RTK-s Hysen Undozi dhe Leila Babović, ndihmës drejtoresha e përgjithshme e BRT-s për zhvillim dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Ky është memorandumi i dytë i nënshkruar në nivel shtetëror dhe synon forcimin e bashkëpunimit rajonal përmes shkëmbimit të përvojave dhe zhvillimit të përbashkët në fusha me interes të përbashkët, ka deklaruar Undozi. Ndrojmë temë. Në 27 vjetorin e masakrës së Lubenicit po bëhen omazhe për mbi 80 të rënët e këtij fshati. Më 1 prill 99, forcat ushtarake dhe paraushtarake rrethuan fshatin dhe në zonën mes Lubenicit, Raushiqit dhe Strelcit u vranë shumë civil. Në 27 vjetorin e masakrës së Lubenicit, u ndërrua kujtimi për mbi 80 shqiptarë të vrarë të gjitha grupmoshave nga ky lokalitet. Ka qenë edhe plaku i paralizum, ka qenë edhe fëmija 2 vjeçar, kanë qenë gjitha grupmoshat. Po nuk ja kanë arrit qëllimit, por ne si familjar të fshatit Lubenic kërkojmë që e gjithë politika të ketë unitet edhe shteti Kosovës të jetë më i fortë. Në emër të gjithë familjarëve, të gjyshërve të cilët në zemër të tyre kanë qëndruar të fortë për hir të nipërve dhe mbesave, dhe për nënat tona heroina që na rritën dhe edukuan që ta duan vendin tonë. Asnjëherë mos të harrojmë se kush është armiku. Serbia ende për 27 vite luan me zemrat tona
me të pagjeturit dhe familje që akoma nuk kanë një varë se ku të vendosin lullën. Në këtë përvjetor, në Lubeniq ishin edhe krerët e shtetit dhe përfaqësues të shumt të institucioneve qendrore dhe lokale. Dhe në rastet të tilla kur përjetojmë dhimbjen sikurse sot, duhet të na bashkoj zërat, të na bashkoj mendjet, të na bashkoj zemrat, gjithë secilit shqiptar kudo që jetojmë, në mënyrë që jo vetëm në Kosovë, por çdo kund në botë, ta ngrisim zërin ton për të kërkuar drejtësi dhe ta ngrisim zërin ton për të shpërfaqur krimet e llahtarshme serbe kundër popullit shqiptar. Edhe kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhet e varrezat e të vrarëve nga forcat e armatosura të Serbisë në Lubeniq. Shteti gjenocidal i Serbisë vazhdon të refuzojë të ballafaqohet me të kaluarën e errët, ndërsa është ndruar në tokë të varrezave masive dhe stre kriminalëve të luftës, ka shkruar Kurti. Ndërsa kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se java e parë e prillit 1999 ishte e kopshme për këtë fshat dhe zonën përreth, ndërsa ka shtuar se asnjëherë nuk do t'i harrojnë njerëzit që me jetët e tyre u bën mburojë kësaj toke.